emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndiqni të nderuar shikues, fushata po vazhdon me intensitetin më të lartë nga garuesit që janë certifikuar tashmë nga KQZ për të bërë deputet të Kuvendit të Kosovës të legislaturës së 10. Kanë ftuar sonte në emision njërin nga kandidatët që shquhet për një kohezion politik pa asnjë lloj diskutimi, jo tani, por ka një eksperiencë të gjatë politike, është nga fusha e politik bërjes me background akademik, politologe dhe ka një përvojë direkte edhe me liderët e komunitetit ndërkombëtar, edhe me ata vendor në mënyrën se si ka rrugtuar politikisht Kosova, nëse mund ta them, në gjithë këto vitet e rënda të konsolidimit, të demokracisë, të pluralizmit, ndërtimit të institucioneve, të situatave të rënda të lehta. Prezantoj para jush kandidatën për deputete Besa Ismaili Ahmeti nga Partia Demokratike e Kosovës. Faleminderit, zonja Ahmeti. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi të jem në mesin tuaj gjithmonë. Jeni nga Mitrovica, keni nisur siç keni thënë dhe në postime tuaja në Facebook, rrugtimi politik nga veriu i Mitrovicës. Një simbolik edhe diskutimit madh publik. Sigurisht, kjo edhe jo vetëm pse vi nga ajo pjesë, po për faktin e rëndësisë që ka. Sepse gjatë gjithë punës sime dhe aktivizmin politik kam dashur të ngris po ashtu një vetëdijsim të përgjithshëm se çështja e Mitrovicës nuk është çështje lokale, por përveç që është nacionale dhe interes kombëtar, gjithmonë e jetë ka qenë edhe çështje ndërkombëtare. Në kuptimin që mos flas me shekuj gjithmonë është folur për atë pjesë sepse ka qenë është një nyje, megjithatë tër Ballkanit, aty ku ne themi ndonjëherë për plasët lindja dhe perëndimin kuptimin e lindjes bolshevike kam fjalën. Dhe arsyeja pse pikrisht nga shtëpitë Kadri Kadriut dhe Ali Kadriut është sepse edhe ish lideri i Partisë Demokratike e Kosovës fillonte fushatën nga ajo pikë, ju as ai pse ishte i Mitrovicës, po për shkak të rëndësisë dhe për shkak të simbolikës që duhet ta ketë në vetdijen e secilit qytetar, por më tepër të gjithë atyre që merren me politikën, që ta kenë në radarin e tyre politik rëndësinë që ka veriu për Kosovën, për shtetin Kosovës, për integrime, për gjithçka çfarë unë them kemi sakrifikuar deri më tani. Edhe kur ke punuar gjatë në institucione ndërkombëtare, për sa kohë që jemi përpall edhe me përvojën tuaj në situata kur ke qenë aty kur janë administruar situatat në veri, nga pas lufta këtej ke qenë me Kombet e Bashkuara, cilat kanë qenë ta them momentet ma të sikletshme teksa ke raportu, ke për edhe për kthimin taksativ të atyre situatave që kanë diskutuar shefat e UNMIK-ut, burokratët e UNMIK-ut dhe jo vetëm ata. Situata të tilla të sikletshme besoj se janë gjithmonë prezente në atë pjesë, edhe atëherë kur nuk i shohim të themi vizualisht. Të sikletshme kam pasur situatat kur flitet për atë pjesë le të themi nga dhoma të larta, nga zyre ndërkombëtare, ndërkohë që fare pak bisedohej nga poshtë lart. Dhe meqense ne ishim poshtë dhe ishim në terren, e kishim ndjenjën që frustrimi që po i shtohet situatës është po ashtu edhe për shkak të mospërfshirjes dhe anashkalimit të mendimeve, ndjesive që kanë qytetarët që jetojnë në atë pjesë, sepse për dekada të ralla mendoj se në qendrat të caktuara janë anashkaluar disa nga, le të themi, jo vetëm ndjenjat, situatat, interesat e tyre, por edhe idet për të zgjidhur konfliktin. Unë besoj fuqishëm që gjithmonë konfliktet zgjidhen më lehtë dhe më mirë dhe më drejt nga ata të cilët janë në frontin e parë të problemeve, sepse ata i kanë edhe zgjidhjet edhe idet më të mira. Kto më kanë dhënë gjithmonë një ndjejë le të themi të protestës që e kam shprehur në mënyrë direkte apo indirekte sa herë që kam pasur mundësi, në mos asgjë kam shkruar për ato gjëra.
Dhe edhe sot e kësaj dite mendoj se zgjidhja e problemeve në veri duhet të shkojë nga poshtë, nga realiteti që ekziston aty, dhe se çfarë do, si themi, përkufizimi, kornizimi e atij problemi në tavolina, në zyra të larta, madje edhe brenda klaneve të caktuara të partive politike është i rrezikshëm. Sa është në rëndësi veriu për ju? Veriu është i rëndësishëm për Kosovën, është i Për ju, rëndësishëm për jetimi i veriu personalisht nga perspektiva. Shikoni, kur e kam parë, të them të drejtën tash, kur e kam parë flamurin e Kosovës për herë të parë, e kam dashuruar në shikim të parë, dhe ne, siç e dini, ende kishim edhe akoma kemi me të drejtë dashurinë tonë për flamurin kuqezi, por arsyeja pse e pash hartën dhe e pash të plotë dhe e pash veriun dhe kjo tash është flamuri i Kosovës, për mua ishte me të vërtetë flamuri më i bukur në botë, dhe thjesht kudo që shkoj mundohem që simbolizmat e flamurit dhe të stemave të Kosovës të mbaj për arsyeën e asaj që ne quajmë e duam ta kemi, dhe i kemi edhe në kushtetut, Ridvan, se po e harrojmë që Kosova kur përshkruhet si territori i pandashëm. Ashtu ta edhe në aktin e mbrojtjes kombëtare të Shteteve Bashkuara, një ligj që siç thashë e nënshkroi presidenti Trump, që nuk e kam menduar asnjëherë që në vitin 2025 duhet të përkujtojmë këtë gjë atyre që mund të jenë sot në pushtet, sepse kam menduar që kjo është agenda nga ata fillojnë, baza, fondacioni ku ata fillojnë gjithë aktivizmin e tyre politik. Është e rëndësishme për integrimet tona, për bisedat, për dialogun që kemi, për marrëveshjen e qëndrueshme dhe finale që duhet ta kemi me Serbinë, janë çështje që mendoj se Kosova e vogël siç është, veriu i saj përbën, le të themi, shpesh e përshkruaj me qelizën dhe membranën, që e ruan jo vetëm pjesën tjetër të Kosovës. Mendoj se në veri aty ka një mbrojtje, ka një mbrojtje të përgjithshme, s'ka problem. Një spot juaj elektoral. I kam bërë disa në fakt krejt spontanisht. Sidoqoftë, mendoj se ka këtu një, meqense pavësia e liderëve aktual politik, për të përballë me, siç gjua politike ndonjëherë, një elefantin në dhomë, në vend se ta zgjidhin këtë problem, ta trajtojnë me shumë kujdes dhe në bashkëndim me Bashkinë Ndërkombëtare të Kosovës, gjithë çfarë kanë bërë është e kanë instrumentalizuar për propaganda të ulta dhe vetëm partijake dhe personale të liderit në pushtet, në vend se të merren realisht me këtë çështje madhore të interesit shtetëror dhe kombëtar të Kosovës, por edhe interese ndërkombëtar, edhe i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mendoj se më të kujdesshëm në deklaratat në raport me veriun kanë qenë gjitha shtetet tjera, e kam fjalën për Shtetet e Kvintit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sesa që kanë qenë krerët aktual të Shtetit të Kosovës, dhe kjo tregon, shpresoj se është vetëm çështje pamaturie dhe papjekurie dhe nuk është çështje e planifikuar për të shtruar rrugë për diçka tjetër që është në kundërshtim të plotë me interesat e Kosovës. Jam jashtëzakonisht e shqetësuar dhe jam munduar gjatë gjithë aktivizmit tim politik të ngris këtë si çështje. Janë munduar të më heshtin dhe të reduktojnë këtë shqetësim timin në kuptimin që është çështje lokale, lokaliste. Kushdo që ka sa do pak vetë ju keni qenë afër atyre forumave ku u diskutuar me ndjeshmëri për veriun. Jashtëzakonisht, ndjeshmëri e madhe ku njerëzit me dekada të tëra, edhe sidomos këtë 10 vjet që të fundit, sepse më lejoni edhe këtë përmend, ka pas filluar një përmirësim substancial, i cili në vend të integrimit institucional, ku i kishim edhe pikat kufitare të integruara, ku filluan institucionet të funksionalizohen, ku po integroheshin pakicat në kuadër të kornizave institucionale të Republikës së Kosovës, u reduktua diskutimi në hapjen e bizneseve ku shiten hamburger, edhe shpesh thoja në sovranitetin e kaqikave në veri, apo në ndonjë shteti, në një qetësi që unë mendoj është e dirigjuar, vetëm përkohësisht, derisa të hapet rruga për diçka tjetër, dhe kjo për mua
aktualisht Po edhe në dyshoni këto se momente kam dyshime Kosova të nuk mëdha. mund të mbetet siç ka qenë me pakun atë Sarit të Sepse 17 shkurtit. unë besoj që tash kur flasim për shtetin e unisuar të Kosovës dhe ti e sheh që ke komunitete të integruara jashtë institucioneve të Kosovës, kushdo që kupton paksa nga çfarë nënkupton institucionalizimi dhe integrimi, e kupton që çfarë do përjashtimi i grupeve etnike të Kosovës nënkupton një themelim të një institucioni paralel për brenda shtetit tënd. Sepse respektimi i drejtave të pakicave etnike, në këtë rast të serbëve, integrimi tyre nuk ka qenë kur i lehtë. Mirë po e kanë bërë liderët që kanë qenë më vizionar dhe e kanë bërë për hir të interesit madhor që ka Kosova. Mendoj që asnjë pakis në asnjë mënyrë shumicën shqiptare në Kosovë nuk e rrezikon, por është rrezik i madh ndarja e tyre, përjashtimi i tyre, i cili na kushton në çfarë do bisedimi që ne kemi në Washington dhe në Bruksel sa i përket integrimit të Kosovës, por gjithashtu shtron rrugë për një sistem paralel, të cilën ti hesht vrasi e nxit Për referohesh asociacionit, një detyrim që mori Kosova në Brukselin Nord, e ku theksohet edhe në aktin e autorizimin mbrojtjes kombëtare të Shtetit Bashkuara, ku qartësisht u kërkon Kosovës dhe Serbisë të zbatojnë detyrimet që kanë marrë. Shqetësimet e mia kanë qenë të lidhura me krejt ata hapa të vegjël që kanë quar deri te këto kërkesa dhe kjo bindje aktuale tani tek Bashkia Ndërkombëtare e Kosovës. Nga perspektiva e tyre është e drejtë shqetësimi për ta, sepse ne bënim manovra me targa, me policët, me letërnjoftima, me çështje të teknike të cilat pastaj jo që qëlqonin pe, po unë thoja lidh në nyje konop çështjen e integrimit të tyre dhe të cilat pastaj de facto na sillnin në një situatë që për çdo normë dhe rend botror, sot politik dhe strategjik është shqetësim, sigurisht, sepse ne kemi marrë zotime të caktuara. Pa dashur të vëllahem shumë në këto çështje, më duhet gjithashtu të përmend faktin se mungesa e liderëve tonë, Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit. Do të adresoni ndryshe jeni bindur zotit Thaçit, zotit Veselit? Absolutisht, unë mendoj se ka qenë në rrugë shumë të mbarë të integrimit institucional të qetë që i sjell Kosovës jo vetëm besim më shumë tek partnerët, por i sjell Kosovës lëvërdi të ndryshme strategjike dhe fuqizon shtetin nga brenda, por edhe si faktor ndërkombëtar. Kosova po e fiton të betejën politikisht me Serbinë edhe me serbët e Kosovës Ishim në në veri. situatën kur ne po dialogonim me Serbinë, ishim afër drejt një marrëveshjeje finale me Serbinë, ishim afër gjitha hapave për integrimin e Kosovës në NATO, në Bashkimin Evropian, në institucionet e tjera, dhe boshllëku që u shkaktua me mungesën e vizionit dhe punës së këtyre dy liderëve na ka sjellë në një situatë ku Kosova përfundon e izoluar, ku besimi i partnerëve dhe miqve tanë mos them është në shkallën më të ulët të mundshme dhe pa një mirëbesim. Shikoni Ridvan, në botë nuk ka shtete të forta dhe të mëdha, ka partner të besueshëm dhe partner të pabesë. Ata që nuk e mbajnë fjalën dhe ata që nuk i kryejnë punët e tyre. Është më dhëmb, sigurisht mua dhe përjeton çdo qytetar e i vetëdijshëm për këtë fakt apo jo, që Kosova po negocion nga pozicioni i dobësisë, nga pozicioni i partnerit labil, që ngrit për arsye populiste kauza, të cilat pastaj i lshon poshtë, ju bie bajraku shumë shpejt, por që pasojë mbeten aty. Zonja Vesa, jemi observues një diskursi të zotit Kurti, edhe siç keni thënë jo dhe tjerët me mesazh të urrëties, me vokacion të urrëties, të përçarjes. Ju thot që ju jeni bashkëpunëtor edhe të kontinuar me listën serbe, që po shkakton gjithë kjo gjuhë fragmentarizim, urrëtie ndarje. Ju keni shprehur disa herë edhe në postimet tuaja se Kosova duhet të heqëtohet nga kjo mendësi, nuk kena kohë për të humbur, për të ndarë, për të përçarë, jemi në situatën kur prioriteti i madh i ynë është
bashkimi dhe çulja përpara e secilit proces nga më i vogël deri tek më i madhi, dhe jo për të humbur kohë në ndarje të brendshme. Zoti Kurti thashë ju akuzon juve dhe këtë tjetër që jeni në ish opozita, them figurativisht ashtu, se jeni koordinuar ju me listën serbisht, ai që është Liroj Veriu në kështu me radhë. Zotit Kurti si duket, për shkak të agjendës së tij, të cilat mendoj se vitet do ta dëshmojnë se në interes të kuj po punonte, por për momentin aktual gjithë çfarë mund të them se pavësia e tij për të qeverisur, mosnjohja dhe mungesa rreth të parë e konsideratës dhe dashurisë për qytetarët dhe për shtetin e Kosovës e ka bërë atë që të krijojë një demon të paqen brenda shtetit Kosovës, me cilin pastaj e frikson gjithë të tjerët dhe mbi cilën ai ndërton retorika, por jo veprime. Ai ndërton polarizime, por asnjëherë përbashkime, dhe ai ndërton përçarje të thelluara në mënyrë që ta ruaj pozicionin e vet të fuqishëm në atë taraf. Ajo çfarë unë dua të them tani, me që se jemi në fushat, është që ne nuk na duhet përçarja dhe nuk na duhet friksimi njëri tjetrit, nuk na duhet gogoli, sepse këtë listën sërbske e kanë bërë gogol. Thusë është rreziku më i madh për Kosovën. Për Kosovën ka rreziqe më të mëdha se sa një parti politike e një pakicë etnike në Kosovë, çfarëdo që të jetë. Ai rrezik është aq lehtë i evitueshëm me integrimin e tyre në ambrellën e institucioneve të Republikës së Kosovës. Kaq ka punë këtu. Por pse i bën ai këto gjëra? Për efekte populiste. Po ju satanizon. Në taraf, siç thatë edhe ju, e dëmton Kosovën. Nuk mendoj se kjo është një dëmtim ndaj opozitës. Këto qëndrime e dëmtojnë Kosovën seriozisht, nuk na çojnë përpara. Krejt çfarë mund të bëj është ai i kalkulon, le të themi, për pak përqindje apo për pushtet më shumë, por se në fund të ditës liderët politik nuk njihen, nuk u jepet mirënjohje në historinë politike pse ata krijojnë përçarje, se ata përdorin një gjuhë teje të ulët dhe polarizuese, demonizuese ndaj kundërshtarëve të vet politik. Historia i njeh dhe mirë njeh vetëm politikanët që kanë gjuhë përbashkuese dhe që veprojnë dhe çojnë shtetin përpara, përfshirë gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Keni një gjuhë të maturuar, zonja Ismaili, jo, më ka mësuar, më lejoni t'ju a them edhe këtë. Për kryeministrin Zotit Bedri Hamza. Ne kemi ligje dhe kushtetut që më ka edukuar mua në radhë parë si qytetare, pastaj edhe si studiuese dhe gjithë jetën time sa kam punuar, dhe mendoj se fjalia e sakt në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ku thotë se Kosova është e qytetarëve të saj. Duhet secili politikan duhet që ta ketë parasysh këtë gjë dhe semantikën që qëndron prapa saj. Do të thotë nuk është e partive politike, e grupeve etnike, e bindjeve të ndryshme, por me qenë se është e qytetarëve, duhet të ketë zgjidhje qytetare, duhet të ketë qasje qytetare, dhe një shtet i qytetarëve, ashtu siç njihet si koncept në politikë, citizenship state, ka të tjera premisa mbi cilat ti ndërton politikëbërjen, përfshirë edhe fushatën elektorale. Sepse këtë që po bën Kurti do të mund ta bënte në një, si them, në një anë krejt të kundërt të kësaj, dhe të kishte efekte më të mira për te, por edhe për shtetin e Kosovës, sepse dëmtimi i Kosovës nuk e di kënd. Si po reagojnë qytetarët me gjuhën tuaj politike dhe të kandidatët për kryeministër? Unë jam jashtëzakonisht krenare dhe ndihem, si them, edhe shpirtërisht paksa më qetësuar me gjuhën e liderit tim Bedri Hamza. Kam pasur shumë droj, të them të drejtën, nga ajo çfarë unë kam parë, sepse kontaminimi i hapësirës politike në Kosovë nuk ka qenë spontan. Është i organizuar, unë mendoj që është madje edhe i sponsorizuar, dhe mendoj se një ditë prokuroria do duhet t'i adresojë edhe këtë çështje. Deri në këtë mos? Absolutisht. Dhe kam pasur frikë që nga ky virtualitet mos po dalim në realitet dhe njerëzit thjesht të shprehin atë ekstremismin e dhunshëm në forma edhe më radikale. Por mendoj se ka qenë pikërisht gjuha e Bedri Hamzës ajo që ka bërë qytetarët të qetësohen paksa, ka hapur një kapitull të re të shpresës se gjithçka çfarë mund të bëjmë edhe me një gjuhë më të butë,
dhe me një përbashkim dhe me punë dhe veprime dhe me vizion, sepse Kosova duhet jetë e para, mbi gjitha dhe pastaj partitë politike e pastaj të tjerët, qytetarët në radhë të parë, dhe mendoj se Betri Hamza është njeriu i duhur në këto momente teje të vështira, teje të kontaminuara politike, shoqërore, dhe në krizën ekonomike në cilën po e përjeton qytetari, Betri Hamza po jep një fije shpresë se ka zgjidhje. Ka zgjidhje edhe ekonomike, ka zgjidhje edhe politike, por se duhet të rështohemi pranë liderit i cili në fakt na jep këtë shpresë dhe jo pranë atij i cili radikalizon masa për arsye vetëm elektorale dhe populiste. Shikoni, nëse shohim se çfarë ka përfituar qytetari për këto 5 vite, nuk mund ta redukojmë në, le të themi, 100 euro, 10 euro, 50 euro, ndihma apo fuzione të vogla. Një shtet dhe një shumicë në pushtet për 5 vite të plota do duhet të kishte listë të gjatë të arritjeve dhe të zhvillimeve. Platforma juaj është të qartë, zonja Shahini, përfiton një goditje edhe inflacionit, trendit të çmimeve, të shportës konsumit, mirëqenies së përgjithshme. Në Kuvendin e Kosovës do të jem një zë i fuqishëm në implementimin pik për pik të programit zgjedhor që ka Betri Hamza, sepse mendoj se ka masa të duhura për të rimëkëmbur në aq çfarë mund të rimëkëmbet dhe për të hapur rrugë për zhvillim. Fatkeqësisht Kosova ka ngecur, jo vetëm në rajon, ne kemi ngecur krahasim në nivel botror, kemi shifra alarmuese, jo vetëm të degradimit ekonomik, jo vetëm politik, por edhe në kuptim të lirive të drejtave të njerëzit, lirisë së shprehjes, lirisë së mediave, mos flasim për integrime, dhe mos flasim për humbjen e miliona eurove si pasojë e sanksioneve ndaj Kosovës. Të humbësh besimin tek partnerët ndërkombëtar, mendoj se është dëmi më i madh, sepse është besim i cili më së vështiri restaurohet. Vështirë restaurohet. Restaurohet A vështirë. është gjua politike e zotit Kurtit që u bë sebep arsye madhe që askush nga ju edhe parti tjera nuk e dëshiroj një koalicion me të? Jo E vetëm kam fjalën gjua. për nën shkurt Kosova mbajti zgjedhje. Po. Mbajti zgjedhje edhe në tetor, në rrethin e parë, dytë, këto janë zgjedhjet e katërta, është një atmosferë molizëse për njerëz, meritojnë njerëz këtë situatë. Sigurisht. A meritojnë qytetarët të? Jo, asesi, dhe unë mendoj që qytetarët do t'ja japin faturën liderit vetëvendosjes për këtë situatë. Për te gjuhës së tij, e cila prapa fsheh një vetë dëshirë për të sunduar Kosovën dhe jo për ta qeverisur dhe zhvilluar, mendoj se mos dëshira për koalicion ka qenë vetëm e tij dhe jo e të tjerëve. Të gjithë në një fazë të caktuar kanë bërë një copë kompromisi për të përafruar, e kemi parë edhe me disa votime brenda atij kuvendi. Por vetë fakti kur ti e sheh se ka një kandidat që e kandidon 5-60 herë dhe në fund dëshmos është antikushtetuese dhe si propozim dhe si procedur, kjo flet shumë. Mendoj se zoti Kurti as tani nuk është i gatshëm për koalicione, nuk është i gatshëm për të hapur rrugë, sepse në koalicion me të tjerët do t'i duhet të punoj diçka të mirë. Nuk e ka atë mundësi, ai e dëshiron një pushtet Çfarë po ju thonë absolut. njerëzve pas 28 dhjetorit? A një zgjidhja e madhe urgjente që do t'jep një vendit, institucione kena arritur në situatën të duart trokasim edhe një vendim gati të pa diskutueshëm, siç është detyra që duhet ta kryejnë deputetët, ministrat për ta bërë buxhetin për të mos e lënë vendin shtetin të kollapsojë të zëm. Beso Rivan ka një dëshirë të madhe të qytetarëve të Republikës Kosovës që Betri Hamza të jetë kryeministri i jashtëm. Dhe mendoj se kjo është më madhe se sa vetë Partia Demokratike e Kosovës. Ka njerëz të partive të tjera, ka qytetar, grupacione të caktuara shoqërore të cilat mbi supet e cilave ka rënduar më së shumti ky pushtet. Sepse kjo politikë e këtij pushteti ka haruar gratë, i ka haruar minatorët, ka haruar veriun, siç e thash, në kuptimin e qenit konstruktiv për te. Ka haruar gazetarin, ka haruar gjithë ata të cilët kanë nevojë që ta kenë një mirëqenie elementare
për familjet e tyre, për nxënësin, për studentin, për çdo kënd. Ne nuk besojmë që politika e një pushteti duhet të shkoj apo ta ketë si them ecurinë e zhvillimit të saj në polarizime, përçarje, në vetkënaqje, në retorik, kush kënd e mund me fjalë, por kush kënd e mund me vepra dhe kontribute në shoqëri, dhe pastaj kur ato dështojnë, sigurisht janë të dështueshme vetvitiu, në kohë fushatash ne I bëjmë disa kështu. S'ka prodhuar shpresë thu, kjo qeveri ka goditur shpresë. Në fakt, unë kam frikë. Kemi mbi 250.000 qytetarë që praktikojnë për. Është shqetësuese kjo për ju, zona? Natyrisht që është shqetësuese. Ky është shqetësimi kombëtar I Kosovës, me cilën duhet ky legjislativ në momentin e parë që legjislatura e Kosovës të konsolidohet të adresoj, sepse shtetin bëjnë qytetarët, dhe kur nuk I ke qytetarët, çfarë ke? Duhet të asnjë gjallë pa njerëz. Absolutisht, sepse për te humbjes së shpresës. Unë më së shumti, në këto momente ja kam frikën mosbesimit të përgjithshëm. Ndaj institucioneve dhe ndaj shtetit, ndaj votës, ndaj demokracisë, ndaj daljes për të votuar, ndaj besimit që ofron, që ka një ofertë politike. Ka një fillim deprimuese thu, defetiste. Te një pjesë e qytetarëve ka. Pjesa tjetër është më aktive dhe këtë defetizëm që ju e quni, unë mendoj se është rezultat I punës së Albin Kurtit, njerëzit I besuan, shpresuan, u shgënjyen, u tradhtuan, u mashtruan, dhe nuk është e lehtë së paku për një periudhë të shkurtër kohore të presësh që ata pastaj të shikojnë një zgjidhje tjetër. Apo bëni gati vërtet zonja Ahmetit ta qeverisni Kosovën pas 28-it. Partia Demokratike e Kosovës është gjithmonë e gatshme për ta qeverisur Kosovën. Ne kemi qeverisur në momentet jo vetëm më të rëndësishme, por më të vështira të saj. Dhe kemi qenë të gatshëm për të bërë edhe ligje, edhe kompromise të vështira për hir të interesit të Republikës së Kosovës. Në Partinë Demokratike ka njerëz të dëshmuar, punëtor të përgatitur jashtëzakonisht mirë, të cilët mund ta bëjnë punën. Ne nuk besojmë që një shtet, një politikë bërje mund të bëhet nga shpesh kush e thoshte nga praktikantët, por mbi të gjitha unë them se shteti udhëhiqet me dashuri për shtetin, për të parë shtetin më mirë se çdo shtet tjetër, dhe jo që gjithmonë të jemi ata të cilët e harrojmë shtetin, por merremi me njëri tjetrin. Disa ditë kanë mbetur nga votimet e stjelës, po shihin entuziaste. Dua të besoj në shpirtin revolucionar të këtij populli. Edhe në shpirtin rezistues po ashtu, ndaj së keqes, për t'i thënë jo mashtrimeve, propagandës, retorikës, ngecjes prapa dhe përçarjeve, por që të bëhemi bashkë dhe të çojmë Kosovën përpara, sepse ja kemi borxh vetës dhe Kosovës, por edhe të tjerëve. Një kauzë që lidhet me drejtat dhe liritë themelore të njerëzit, zonja Ahmeti, ku ka avokuar jo vetëm për të, por përgjithësi për respektimin e drejtave dhe lirive themelore të njerëzit, që janë një oqean të drejtash në fushën e lirive civile të individit dhe ato kolektive, pa diskutim që është e drejta edhe e nxënësve e kujdo të mbaj shamin në shkollë, të mbaj atë, të mbaj shamin, të heq shamin, të heq shamin, të manifestoj cilën do të drejtë. Cila do t'jetë qasja juaj? Qasja ime do t'jetë gjithëpërfshirëse gjithmonë, respektimi të drejtave të riut, shikoni sekularizmin, se është temë, jo vetëm që përbëm boshtin aktivizmit tem për sa vite, por mendoj që sekularizmi është akomodues ndaj diversitetit dhe ndaj lirive të njeriut. Njerëzit të caktuar të politikës e kanë keq përdor, mos them vetëm e keq kuptuar, por e kanë keq përdor sekularizmin për përjashtime, si themi kornizime, se kush është I pranuar në jetën publike në Kosovë dhe kush s'është në bazë të bindjeve që kanë njerëzit, por shteti I Kosovës, Kushtetuta e Republikës së Kosovës nuk I lejon këto gjëra. Dhe mendoj se qasja ime, qasja I çdo kujt në kuvendin e Kosovës do të shkojë vetëm në këtë frymë. Jo vetëm për shamin, por për çdo të drejtë.
që Sigurisht, sepse shteti ka punën e vetë për të bërë dhe të mos ndërhyj në të drejtat dhe bindjet e qytetarëve, por vetëm t'i akomodoj ato, të lë një sens të relaksimit të marrëdhënieve të qytetarëve dhe jo të stigmatizoj. Nuk është detyre pushteteve të stigmatizojnë, detyre institucioneve është që të integrojnë dhe që të nxjerrin më të mirën nga qytetarët e tyre, se çfarë dëshirojnë qytetarët të jenë është çështje e sovranit të qytetarëve të vet. 28 dhjetori po afrohet. Po. I ditë e rëndësishme për demokracinë, për kontekstin kosovar demokratik, një ditë historike. Një ditë e molisur. Ditë historike për çun. E quaj ditë historike. E quaj ditë historike si asnjëherë më parë prej 99 se këndej, sepse mendoj se qytetarët duhet të përcaktohen kohën që po dëshirojnë t'ja japin Kosovës, të dalin nga izolimi, të dalin nga vorbulli i teri i përçarjeve, i ngecjeve, i varfërisë. Jo rasisht, slogani i tyre është siguria begatia, sepse ndjes ne në fakt dhe gjithë qytetarët janë më të pasigurt se kur dhe më të vobek se kur në kuptimin që jemi varfëruar në çdo aspekt të mundshëm, edhe institucionalisht, edhe familjarisht, dhe mendoj se është moment historik për faktin që duam ta kthejmë rrugën nga të poshta që ka marrë shteti këto 5 vitet e fundit dhe më tepër se kaq. Faktikisht të shpresojmë po ashtu që liderët dhe gjithë çlirimtarët dalin faqe bardhë nga një proces të jetë i padrejtë ndërkombëtar, i sponsoruar nga armiqtë e Kosovës, por që në proces për ta qartësuar është dashur të ndodhë edhe nga bashkësia ndërkombëtare, këtë duhet edhe ta mirëkuptojmë. Mirë po unë e pres që pranvera që po vjen, ta kemi një diell të plot për qytetarët e Kosovës. E fundit fare, personalisht për ju, me qenë se jeni kandidate për deputete me numrin 60 në kuadrët e listës, zgjedhet vetë numër apo? Unë kam lëvizur në listë nga numri 6 në numrin 60, por nuk mendoj se kjo ka. Numri 6 është simbolika jote nga fillimi. Nga fillimi, në fillim hyra me Kadri Veseli numër 6, tash jam numrin 60. Për çka qëndron në politikë nesër Besa? Sot e nesër, për te çfarë do posti politik, unë qëndroj në politikë për të mbrojtur interesat e qytetarëve dhe për të mbrojtur interesat e Kosovës, kudo që unë mendoj se mund të kontriboj. Nuk them se mund të bëj gjëra të mëdha dhe mrekullira, por gjëra të vogla, të mira, më të mira se që i bëjnë disa të tjerë dhe pak më ndryshe, i bëj, mendoj se kam dëshmuar se i bëj. Faleminderit për edhe juve. Prezencën në këtë emision elektoral. Shihemi pas 28 dhjetorit. Po, patjetër. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.